Jo, në fakt është Ramush Haradinaj nga AK. Të shohim nëse do ndalet për deklarim, se gjithmonë Haradinaj po, edhe kësaj here po ndalet dhe në vazhdim e ndjekni prononcimin e tij në lidhje me çështjen e qeverisë tranzicionale, nëse është opsion i duhur për AK-n dhe pse ka pranuar ftesën. Kam pa qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo çka mund të ju them është se unë mirëpresh mundësinë e konsultave, cila formull, cili opcion, tani qëndrimet ndryshojnë. Ju e dini, unë angazhohem për qeveri të opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Lidhjen Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. A keni ndonjë temë tjetër? Çka ju shtyri të pranoni këtë takimin e Abdigjikut, pasi nga të tjerët që folën edhe nga Partia Demokratike, po ashtu edhe Big Berisha nga AK, tha që nuk është e rrugës të ketë një takim të tillë të thirrur nga LDK-ja. Tani ftesa për konsult nuk ka gjë të keqe, që të konsultohem, mund të konsultohem bilateral, pra aleancë LDK, trilateral me PDK-n. Pra nuk e shoh të keqe një ftesë për konsulta për një qeveri. E thash edhe një herë, pa të keqe, unë personalisht angazhohem për qeverinë e opozitës. Po nuk na pengon propozimi i LDK-s për konsulta për opcionin qeverisës në të ardhmen. Pra personalisht unë angazhohem për qeverinë e opozitës. Po, jeni të hapur me gjithat edhe për vendosjen, nëse jeni të hapur për këtë propozim? Ja ndryshon, jo sheni, unë deklaroj hapur që angazhohem për qeverinë e opozitës. Është një qëndrim i shprehur edhe me kohë, edhe i argumentuar shumë pse, ndërsa ekziston një dallim, ne kemi autorizuar nënkryetaren tonë, që është edhe shefi i grupit parlamentar, Time Kadriaj, për konsulta me bashkëkryesuesin e seancës, në këtë rast zotin Dahari edhe zoniushën Sala Jashari, në mënyrë që ta gjejmë zgjidhjen për ngërçin në parlament për konstituimin e kuvendit. Pra nuk ka ndryshim, nuk ndryshon qëndrimi ynë sa i përket qeverisë për qeverinë e opozitës, për shumicën e opozitës, po ashtu nuk na pengon ftesa e LDK-s për konsulta për qeverinë. Po, zoti Haradinaj, zoti Abdigjiku tha që takimi ka kuptim për qeverinë unifikuese veç nëse marrin pjesë krejt partitë aty. Tash në atakim i cili synohet me qenë i përbashkët, duhet me marrë pjesë edhe lëvizjave të vendosje. A merrni pjesë ju si aleancë në atakim ku është në tavolinë edhe LVP-ja? Jo. Më duhet të sqaroj. Faleminderit. Atëherë nëse kemi ende sinjalin për ju në studio, ndoqet në vazhdim deklaratën e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili